koordinimi me autoritetet në Shqipëri për të ruajtur të njëjtin standard punimesh. Dhe kjo pyetje vjen nga fakti për shembull që ne shqiptarët këtej kufirit, sa i përket historisë tonë për shembull me rrugën e Kombit, e dim mjaft mirë që tjetër standard kishim nga Morina e Tutje, tjetër standard kemi nga Morina e këtej, sa i përket cilësisë së punimeve. Nuk e di nëse ka një rakordim në këtë rast për korridorin 8 me palën shqiptare për të ruajtur të njëjtin standard cilësie punimesh. Si që dini, raportet me Shqipërinë kemi shumë të mira dhe disa edhe ministrat e punëve të jashtme kanë realizuar takime të përbashkëta në të cilat padyshim që dhe pjesa e ndërtimit të korridorit ka qenë temë. Gjithashtu dhe ministri Nikolov kjo është takuar edhe me ministren që ishte Belinda Balluku, ku të gjithë kanë shpreh gatishmërinë dhe seriozitetin për kushtimin në realizimin e këtij projekti, kështu që në nivel ministror kemi pasur disa takime. Unë njëjtë përmenda që dhe në Tiranë, që isha para një muaji ishte do të thotë një propozim që të bëjmë një marrëveshje ndërqeveritare me FQI-n bullgar, po tregon një shembull, është një shembull shumë i mirë dhe po tregon rezultate konkrete. Puna po rjedhen shumë mirë, kështu që besoj që një gjë e tillë se bëhet me Shqipërinë do të ishte edhe më serioze dhe mendoj që do ta lehtësonte edhe më shumë koordinimin. Dhe është mjaft interesante që Maqedonia e Veriut e ka gjetur këtë mirëkuptimin me Bullgarinë, por nuk e ka gjetur të paktën ende me Shqipërinë dhe shpresojmë që të arrihet një mirëkuptim i tillë. Kam një pyetje sa i përket korridorit 8 për të ndruar më pas temën. A ka një përllogaritje se si mund ta impaktoj, ndoshta edhe në shifra, nëse i keni, aktivizimi i korridorit 8, rritjen e shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve tona, që nuk është e vogël dhe tani për hir të së vërtetës? Padyshim që po, unë edhe përmenda dhe në fillim të intervistës që rëndësia kryesore përveç sigurisë që do të na jep korridori 8 si pjesë e NATO-s, padyshim që edhe lidhja në aspektin tregtar do të jetë shumë e madhe dhe qarkullimi i mallrave do të jetë edhe më i shpejtë, do të përfitojmë edhe në kohë, edhe në cilësi, por edhe padyshim që do të kemi edhe mundësi më të mëdha për ta zgjeruar tregtinë. Raportet me dy shteteve unë hedh poshtë çdo dilemë që nuk i kemi të mira dhe do të thotë vetëm shkojmë drejt asaj që ti përmirësojmë edhe ti përfortojmë edhe më shumë. Kështu që padyshim nuk mund të them një numër konkret se sa si do të jetë ajo shifër, se si do të rritet në sa përqindje, por padyshim që benefitet dhe anët pozitive të ndërtimit të korridorit i kemi të qarta që të gjithë. E kuptoj. Flasim pak për këtë marrëdhënien mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Së fundmi tashmë kanë kaluar në fakt muajt të tërë, por Bullgaria është një nga vendet që po mban, le të themi, të bllokuar rrugtimin e Maqedonisë së Veriut drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Pasi u pa me shumë shpresë zgjidhja e problemit e emrit në raport me Greqinë nuk do të kishte më pengesa, del ky problemi dhe pretendimi i Bullgarisë. Tani po flitet për një ndryshim kushtetues ku të përfshihet dhe pakica bullgare në këtë sens, si garanci që ndoshta do të lejonte Bullgarinë që të hiqte këtë veton dhe në këtë mënyrë Maqedonia e Veriut do të mund të vazhdonte rrugtimin e lirë. Por ka një lloj dileme gjithashtu se nëse ky mund të kthehet thjesht si një kusht i radhës, rrugtimi që plotësohet ky dhe del një sebeb tjetër më pas. Çfarë garancie ka në këtë sens në raport mes dy shteteve që ja e zgjidhem këtë problematik, po mbaron këtu, nuk ka më pengesa të tjera, nuk ka më sebebe të tjera, nuk ka më pretendime të tjera? Shive, Maqedonia e ndroi emrin, tani më i dini, jemi Maqedonia e Veriut, edhe ajo kishte shumë procedura të gjata edhe realisht shumë pakënaqësi te populli maqedon në drejtim të kësaj, se nuk është një çështje e lehtë që ta ndrosh emrin e shtetit tënd. Tani paraqiten ato ndryshimet kushtetuese që i ndarën, edhe u mendoj se kjo është një temë shumë senzitive për identitetin e një populli dhe mi kuptoj ngecjen, do thoja, ose spostimin e gjithë kësaj procedure deri tek ndryshimet kushtetuese, por ne e dim se është një ndër kushtet kryesore që edhe neve na kërkohet edhe na imponohet. Unë mendoj që partitë që kemi në koalicion VMRO-DPMNE, ata janë ata të cilët duhet do të iniciojnë një procedurë të tillë dhe ata mendoj që e kanë këtë
pak me hezitim, duke i një kuptuar në kuptimin praptem të identitetit që duan të ruajnë se dhanë diçka nga vetja, dhanë emrin, tani duhet edhe ndryshimin kushtetues, por padyshim që integrimi evropian mbetet prioritet për neve, edhe besoj që do të arrim një zgjidhje. Edhe me shtetin bulgar ne kishim shumë komentime në kuptimin se edhe ngecjet në zhvillimin infrastrukturor do të kenë impact ose do të ndikohen nga ndryshimet kushtetuese, por dëshmuam që nuk është ashtu. Realisht para disa muajve ne bëm një marrëveshje ndërqeveritare, shkuam tek ta, edhe kjo marrëveshje po realizohet, ka kaluar edhe procedurat në kuvendin bulgar. Tani jemi në fazën e përfundimit të tenderimit për të filluar me realizimin e punimeve. Është një tunel i përbashkët, është një projekt shumë i madh dhe shumë i kushtueshëm, kështu që gjetëm gjuhë të përbashkët dhe besoj kur është për projekte që janë në të mirë të dyja shteteve dhe në fund të ditës të mirë të qytetarëve, unë mendoj se ja vlen se gjithmonë do të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë etni shtetëformuese. Nuk e di si e kanë parë në përgjithësi, nëse është faqur Maleoni në thonjza gjithmonë një lloj xhelozie sa i përket këtyre benefiteve ekstra që mund t'i jipen bullgarëve, apo asnjë problem në këtë drejtim, përsa ato garancitë dhe benefitet tona për atë komunitetit shqiptar mbeten të pacënuara, nuk ka si problem nëse shtohen garancitë edhe për të tjerat. Si ka qenë qasja e shqiptarëve në tërësi, dua të kuptoj? Neve duam të eliminojmë çdo pengesë që paraqitet për integrimin evropian. Kjo mbetet si pjesë e koalicionit vlen prioritet, kështu që unë besoj që neve duhet të gjejmë modalitetin e duhur, kohën ndoshta të duhur, të përshtatshme për të shikuar çdo mundësi që ndryshimet kushtetuese të jenë më pak të dhimbshme në kuptimin se si i përjetojnë dhe i ndjejnë populli maqedon, dhe gjithmonë kur nisem nga përkatësia etnike që kam, e vendoj veten në atë pozicion dhe e di se nuk është e lehtë që të japësh copëzat të shtetit dhe të identitetit tënd, kështu që për shqiptarët nuk paraqet absolutisht ndonjë problem ose cënim të përfaqësimit tonë. Neve në aspektin ligjor po mundohemi sa më shumë të përforcohemi në kuptimin edhe ligjit gjysmake që i kemi hasur, që nuk po na garantojnë një stabilitet ose në praktik po janë shumë rënd të implementuar si koalicion të bëjmë përmirësimin e situatës që ndër vite nuk është bërë në aspekt ligjor të shqiptarëve, siç është edhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Dhe politikisht, pse dëgjojmë këtej, nuk e di ma thoni ju se sa qëndron apo jo, po dëgjojmë një lloj shqetësimi që mbrin, që vjen lidhur me sa realisht janë të përfaqësuar shqiptarët në jetën politike dhe publike dhe institucionale në Maqedoninë e Veriut, dhe ky shqetësim vjen gati si i shoqëruar dhe me disa pikpyetje mbi stabilitetin, mbi ekzistencën e vetë marrëveshjes së Ohrit. Pra, disa pikpyetje që le të themi ngrenë dyshime për vazhdimsinë e saj në të ardhmen, nëse mund ta them në një gjuhë të tillë.